Që nuk më me kohën franceze, se unë jam shqiptare. Që to janë traditat tona, në që të lloj forme jam rrit. Gjyshet tona janë kon me ato kullet. Në për filmat që po të bjen me lujt, ose për në momentin që je të lujt të nusja me shkollë, se kesh të nalë me menu mirë, emri në filmet, po të bjen më konë nashta vetë natyra e filmit, të që ashtu pak ma ka katune, më do veshje ma ndryshe, sa po e kitë vështirë më përshtatë. Jo, se nuk kam komplekset e që kjo pjesë, po menej se që kjo nashta është një farë përparësie. Në fund të ditës, nana tona, gjyshet tona, vetë se e kam bo qatjeta dhe unë e menoj që nuk më me kohën franceze, se unë jam shqiptare. Do më thonë që to janë traditat tona, në që të lloj forme jam rrit, në që të frymë jam rrit. Kështu që nuk është një diçka e jashtëzakonshme ose një diçka që unë nuk e kam një ma herët. Mundet me kohë një fjalë ose diçka që u përdor shumë ma herët, që unë nuk e kam të ndëgjume, po për ndryshe mënyra e jetesës së qysh e bo, unë jam fëmijë i para luftës, kështu që më ka rënë do sene me i përjetu, kështu që edhe nuk e kam të vështirë. Nëse i shkon qashto që ajo kohë qysh prezentohet në film, i shkon që tash, a mënon që kishim mujt me imbjetu hala? Me jetu në katon, më mirë me kafsh, nashta mos më shkollu shumica, që nuk janë shkollu femnat atëherë, a menon që kishë mujt me imbjetu në qasaj periude? Që tash më doket pak e vështirë. Më doket pak e vështirë për shkak të dinamikës tjetës që veç se jemi të jetu. Po për ndryshe, unë e kam një dëshirë më i me thonë ashtu që mas një kohë njëna prej ondrave të mija që më me realizu besoj, mas një kohë jam të folë, që unë me pas një shtëpi në katon edhe një farloj forme me jetu një qësi mënyre të jetesës. Larg zhurmës, larg plunit, larg çdo sanit të dëmshëm. Një farë mënyre, një farë lloj relaksi, një jetë relaks me bu. Normalisht, intensiteti i punës nuk mundet me u zbe, se tash na jetojmë qëtë epokë, se ti për me mbjetu, do është paktën ditës sot me 2 puna me i pas. Po më intereso me ditë se dhe saj përket filmave edhe kulune kështu, vreje sheba e tradicionale. A i kishe pas që mi bo këto veshjet, më veshë si nuse, kështu me kësi veshjet katunit e kësi? Po. A nështë ave që në pjesë të rolit e kështë nështë për vetë nuk i kështë pas qip? Unë menoj, qëre, nëse i ka mundësit burë jam i arshëm, me mi ble kretë këto gjona, se e di që i taku në familjes të burit me mi ble, po kretë ka mi ble. Nëse si ka mundësit, nuk e ka kusht, po unë menoj që është pjesë e kulturës tonë, kështu që pra e thash edhe ma herët në fillim të intervistës, unë e franceze nuk jam. Nona jam, i ka pas të veshje. Gjyshja jam, unë shpesh e thëmë që të, gjyshet tona janë kon me ato kullet, api kuptan. Kështu që unë nuk më ushit si një diçka tjetër, unë më i ndru stel, më do keshe pak ma moderne, po në fund të ditës, kjo është tradita jonë dhe po me qafi kësha vesh, ja kësha bë qefin mas pari vetës, ma ndi edhe familjarve, burit, vjerës, se vjerat zakonisht kanë qef. Fix. Po, nuk jam person që qona ti për herët, ti për shumë për tëj, po kur tisha që u kanë 12, i kisha vesh. I kisha vesh. Ato atë kishin prit dhe i qatër ata, me mi vesh, ato mjam qita e kafe. Ja, nuk ka nevoj me më prit, ata kafe në pinë, që që kam pje edhe parë se me konon.